Mirëmbrëma shikues të nderuar, jeni me edicionin sportiv Arena. Derisa vazhdon telenovela Ismet Munishi, Federata e Futbollit të Kosovës, kjo e fundit ka paralajmëruar një befasi jo të këndshme për të. Shohim kronikën në vazhdim për të mësuar se për çfarë bëhet fjalë, për të rikthyer më pas te biseda në studio me trajnerin e mirënjohur Ismet Munishi. U bë sebeb ndeshja mes Hajvaliz dhe Besës që Ismet Munishi të shpërthejmë akuzat e tij ndaj Federatës së Futbollit të Kosovës dhe posaçërisht kryetarit të saj Fadil Vokri. Ish trajneri i Hajvaliz bëri një lum akuzash për udhëheqësit e futbollit kosovar, pas dëmtimit që i bëri gjyqtari Artan Tahiri në sfidën e humbur 3-1 nga Besa. Gjithçka që ndodh në FFK shkon me miratimin e Fadil Vokrit, pa pyetur atë nuk i delegojnë as gjyqtarët. Krej dihet se sa merr notën gjyqtari parandeshjes e gjëra të tjera. Fadili ju thot refereve mos u brengosni sepse unë jam këtu, kishte thënë ndër tjera Munishi. Madje ai akuzonte edhe ministrin e sportit, Kujtim Shala, se po ndihmon klubin Pejan për të fituar titullin e kampionit. Këto akuza i kushtuan atij me dënim prej 4 muajsh nga Komisioni Disiplinor i FFK-s, për çka nuk mund ta ndihmonte më Hajvalin nga bankina. Mirpo, disa javë më vonë, Munishi kërkon falje publike. Për shkak të futbollit kosovar, si dhe futbollistëve që u drejtoi, kërkoi falje publike për akuzat ndaj kreut të FFK-s, Fadil Vokri, të cilit ja kam dëmtuar imazhin në kohën kur më së shumti ka pasur nevojë për mbështetje maksimale, theksoi trajneri kampion i Kosovës, duke përshëndetur Fadilin edhe me këngën e Medës. Kërkimfalja nuk mjaftoi, dënimi për të mbetur në fuqi, kurse Munishi i u kthye akuzave. Fillimisht në një postim të tij në Facebook, i quajti hajna drejtuesit e FFK-s, e disa ditë më vonë tha se pikërisht Fadil Vokri e kishte shkarkuar nga posti i trajnerit të Hajvalis. Në një takim në Zvicër i kanë thënë kryesisë së klubit ta harrojnë titullin kampion nëse edicionin e ardhshëm do të jem unë trajner aty. Telenovela nuk mbaroi me kaq. Të martën reagoi ish klubi i tij Hajvalia përmes një komunikate për shtëp. Ata thanë se deklaratat e Munishit se Vokri ishte sebeb e shkarkimit të tij janë plotësisht të pavërteta. Me këtë rast, kryetari i FFK-s, Fadil Vokri, gjatë një interviste për Tribuna Channel, i pyetur për akuzat e fundit nga Munishi, reagoi kështu. Ja, s'është serioze. Në anën tjetër, sekretari i FFK-s, Erol Salihu, që gjithashtu ishte i ftuar në emisionin Arena, tha se nuk dëshiron të dalë dhe të debatojë me një njeri që është i dënuar nga Federata, kurse përmes linjës telefonike, ekskluzivisht për Tribuna Channel zbuloi se janë duke përgatitur padinj për Munishin. Me kërkesën e anëtarëve të Komitetit Ekzekutiv të FFK-s, ne jemi duke përgatitur kallëzim penal për fyerje të rënda, akuza për korrupsion dhe shumë gjëra tjera që ai ka thënë. Tani atij mbetet që të ballafaqohet me drejtësinë. Kallëzimi penal do të bëhet direkt në prokurori, theksoi Salihu. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhi Ismet. Mirëmbrëma, mirë se Do të ballafaqoheni me drejtësinë, si e komenton këtë? Po, kisha mos që ditë nëse vjen ndaj befasi e këndshme nga FFK-ja dhe kreu i saj Fadil Vokri, për këto gjëra tashmë jemi mësuar, jemi vojmon, kështu që do të ballafaqohen edhe ata edhe unë. Madje edhe ju keni paralajmëruar padinj ndaj tyre dhe ndaj klubit të Besës. Po, gjithsesi, ndaj klubit Besës për dëmtim të imazhit që kanë bërë me disa letra që i kanë shkruar, domethënë që i kanë bo publike, edhe normalisht kundër Fadil Vokrit edhe Erol Saliut, për arsye që janë, domethënë, kanë shantazhu me një fjalë. Fadil Vokri ka shantazhu klubin që të më shkarkojnë, ndërsa Erol Saliu ka bo direkt presion në gazetar edhe në media që të mos kontaktojnë me mu, të mos marrin intervistë. Edhe me disa media ja kanë arritur edhe qëllimit, sepse i kemi 2-3 media televizione domethënë në Kosovë, të cilat janë komplet servile të Federatës Futbollit. Pse kërkuat folje publike pas atij dënimi që valla Federata dhe pas gjitha atyre akuza? Pse kërkuat folje? Pas kërkimit foljeve ju kthyet prapë akuzave. Ka qenë një situatë jo e këndshme për mua, që atëherë kom menu dorëheqjen sepse kryesia e klubit ka bu presion që të kërkoj falje. Domethënë edhe kush më saktësisht? Më saktësisht Ragip Murati, i cili më ka thirrë me telefon nga Zvicra, ka thonë qëre, po na pëlqen si trener, je trener shumë i mirë, kërko falje, me një fjalë, nëse s'kërkon falje të shkarkojmë. Kom shku në stërvitje, ju kom thonë futbolistave, nëse nesër nuk viju në stërvitje,
këto e din futbollistat shumë mirë, atëherë dine që nuk kam kërku falje, do me thonë se kryesia po më bën presion që unë të kërkoj falje. Edhe kanë qenë lojtarë të cilët mu kanë lutë trener lej këto sene kërko, se kemi pas hala, kemi pas akoma gjasa për titull, edhe kemi pas me të vërtet një ekip të mirë, edhe vetë besejsha në titull të kampionit, edhe për hir të futbollistave, sepse kemi bo një mund shumë të madh për hir të lojtarëve të cilët me të vërtet kanë derë shumë njerëz, dola në media jo për hir të kryesisë të Ajvalisë, për arsye se nuk e kanë meritu që të bëjë unë asnjë gjama për ta. Mirë po, shkaku i futbollistave dola në media dhe kërkova falje, pikërisht ja lashëm fund titullin e Kongës Medës për arsye se mi kallëzu që e ku marrë vesh që ke bo presion. Te kush ke bo presion, kush ka qenë mësiti, gjitha i ko marrë vesh edhe thash po kërkoj falje për momentin. Ajo ka qenë, do me thonë, historia e kërkimit faljes ndaj Kreut Fotokës. Më pas u rikthyet sërish te akuzat, madje thatë se Fadil Vokri ju largoi nga puna e trajnerit të Ajvalisë. Po, decidivisht ju ka thonë nëse Ismet Munishi vazhdon të jetë trener, nuk keni gjasa me Meragipin, Medës. Ka qenë një takim me Medën dhe Meragipin në Zvicër, edhe ju ka thonë atyne se këtë vit s'keni gjasa të bëni kampion, për arsye se aje dim pse, vitin tjetër, do me thonë ju ka premtu edhe ndim, po ata nuk e din që këta e bënaj 2-3 ekipe, do me thonë kështu i mon me shpres, e ka stilin kështu edhe këta e kanë hongër presionin, me një fjalë. Pastaj ka bo komplet servil klubin Ajvalisë, dalin media, shkrujnë edhe ata shkret. Po tash opinioni futbolldash se din situatën e realitetin, ata mujnë me dalë me lloj-lloj komunikata, vetëm e vërtetojnë servilitetin edhe në nështrimin e tyne ndaj Fadil Vokrit, që është i pa kuptim, sepse Medës Fadil Vokri mikrofoni nuk mund mja nalë, as Ragivit për shembull ato punë të veta që i ka në Zvicër. Këtë rast, me thonë drejtën, unë kom pësu mas shumëti, edhe po vazhdoj deri në fund me mojt një kriterium, më stojna burni, po pe mojmë deri në fund një kriter që nuk po të riqe e mrapa. Thatë se Vokri ka 2-3 klube. Vokri ka më shumë klube, më shumë përkraje nga klubet, përveç Prishtinës. E cila është llogaritës se opozitë. Nuk thash se i ka 2-3 klube, thash në kontekstin e asaj se gjithmonë i mon me shpresë. Gjithmonë i mon me shpresë, 2-3 klube se ato që shfaqin interesim, është shumë jaftë në këtë bindjen e ti ndaj klubeve. Këto e bën shumë mirë, dhe thonë dihet që se kalon asnjë kundër kandidat me kandidu për kryetar të Federatës Futbollit. Është dihet që e ka ndru rregulloren që ka drejt me kandidu edhe 100 herë më shpallë kryetar federate. Është i njoftën më herët për shantazhe, cilat për hir të korreksisë. Shumë mirë dihet që është ka ardhur në Prishtinë, ka ardhur me polici. Do thonë, është fut stadionin e Prishtinës me polici. Edhe i ka dëbu kryesin për i Prishtinës që kanë dhënë kontribut shumë vjeçar aty. Po nëse Vokri ka dëbu kryesin atëherë që? Absolutisht. Planin e ka bëj. Për Vokri nuk është Prishtinë. Madje pikërisht kryesin e tanishme e ka si llogaritet se e ka si opozit. Po kryesin këtë tani e ka si opozit për arsye se atëherë dihet që kur u dëbu, do me thonë, tregu nga stadioni Prishtinës, nuk ishin më të ardhën a Prishtina që të mohat, do me thonë, me rrogë, dhe atëre vendosën t'ja japin një rrogë 1.000 euro, kjo nuk pranoj, prej atërit jëm prish raportet edhe tash i kanë marrëdhëniet e ftofta. Më kujtohet që deri në vitin e kaluar, sa ishit edhe në Lankos Kosovë, ku shpallët kampion, gjithmonë keni lavdëruar punën e Vokrit dhe të Federatës. Ndodhe ai me Besën, takimin me Besën dhe kthyehet kundër Federatës. Pse pikërisht prej atij takimit? Ka punuar mirë Federata deri vitin e kaluar? Sa i përket ndërkombëtarizimit, edhe tash e them se ka bënë punë të mirë. Për arsye se nuk mujna me mohu një gjë që ka qenë e mirë në Federatën e Futbollit.
Megjithatë ka dhe lavdata për punën. Ka dhe lavdata për punën e tyre, mirë po sa i përket intrigave edhe gjanave, mrena për mrena futbollit Kosovës kanë shumë kritika. Kanë shumë kritika, mas parin Federatën e Futbollit punon një staf shumë i paaft. Kemi delegat që nuk din me vlerësu momentet e ndeshjes, as me udhëheq ndeshjen. Kemi ata që i notojnë refert që nuk din me i notu, kemi edhe refert, do me thonë, kemi refert sidomos ansor, cilët nuk kanë punu fare dhe janë shumë dopt për nivelin ku referojnë, sepse futbolli Kosovës ka ecë përpara, po luhet një tempo më i shpejt dhe ata nuk janë në nivel. Me thonë, këta gjithë janë në ombrellën e federatës. Edhe tash, faktikisht, mrena për mrena... Çfarë faj ka këtë Vokri? Sepse keni përmend që Vokri dirigjon edhe gjyqtarit. Çfarë ka faj këtë? Kryetari i federatës. Kryetari i federatës duhet mirët, sepse është kryetar federatës. Ai cakton komisionet, ai duhet mirët me kryetarin e gjyqtarëve, ai duhet mirët me, domethënë, me njerëz të caktoj kriteret, kush tjetë delegat, kush tjetë nëpër komisione, që njerëzit që janë në komisionet mos kenë rolet dy fishta. Po përparim Hasani nuk po bën punë të mirë në gjyqtarë? Përparimi ka bo punë të mirë, përparimi ka bo punë të mirë, nuk më me thonë që nuk ka bo punë të mirë, mirë po, si vjetë me thonë drejtën në gjysmë sezonin e dytë edhe sezonin e parë jam i zhgënjim, sepse është favorizu një klub. Cili? Besa. Se pikrit Besa. Ata pikrit djej fajsuan gjyqtarët. Jo, nuk kam pas drejt, po ata, me thonë, sert luhet futboll real, dhe kur referimi është real, e kam probleme fitu, mirë, po dje ishte, so e pashën e krejnë sozat korekcisë, dhe nuk patën arsye të protestojnë për atë golin, sepse ishte plotësisht i rregullt. Bilez i falin pjesën e parë, meritoj Mazreka një karton të kuq, sepse ishte një karton i dytë i verdh ndaj Berat Hysenit, edhe referi nuk dashti ta prish një derbi një lojtë mirë, sepse ishte pjesa e parë dhe e fali atë. Prapë mendoj që ishte një referim shumë i mirë dje i Gensnuzës. Thatë se Vokri ka larguar nga puna e trajnerit të Ajvalis. Mendoni se mund mbeteni pa punë tani? Nëse mund ta kërcejmë ndonjë klub tjetër siç thatë më herët? Jo, sepse ka klube të cilat me thonë drejtën nuk e mojnë qëndrimin e vetë. Prishtina kjo? Po është Prishtina, ka dhe klube tjera cilat veç kanë nisë kështu me... Do të ki biseda? Kom biseda. Shembull. Po me thonë drejtën, kemi do me thonë biseda me Prishtinën. Si trajner, drejtor sportiv? Si drejtor sportiv, jam të e pregadit një plan. Kur tjetë plani gati, do të prezentoj të bordi i Prishtinës. Nëse, me thonë, është i pëlqyshëm edhe nëse ata mendojnë se unë do të kontriboj për klubin e Prishtinës, atër do të filloj punën, ma merë me ja se ka shumë qka për të punua dhe për të regullu në klubin e Prishtinës. Dje u zhvilluan gjysmë finalet e Digital Kupës, është finale 3-89 Feronikeli. është finale pritur? Me thonë drejtën, Feronikeli ndeshjen e parë nuk ka lujt mirë kundër Drenicës, në ndeshjen e parë gjysmë finale, ndeshjen e dytë kom prit një angazhim edhe një Drenicë më të fort në bazë gjithmonë të deklaratave të trajnerit Air Lushtaku, cili po ashtu ka kontribu si vjetë në futbollin e Kosovës, sidomos me deklarata. Mirë po, ndodhi ajo që Feronikeli arsyetoi epitetin e favoritit edhe me plot meritësh në gjysmën finale. 3-89, me thonë drejtën, sidomos me ardhin e Afrim të Vërlanit, ka ndryshu pak në stilin e lojës, që t'jemi ma korekt me shikusin. 3-89 fazën defanzive pëllun është ma agresive, taktikisht pëllun ma mirë, edhe ma merë menja se do t'jetë një finale shumë e mirë. Kush do ta fitoj? Gjosat janë 50-50. Mirë po, të dy trajnerët din të vendosin ekipin taktikisht në fush kështu ma defanziv. Shpresoj që edhe Ganisej Diva dhe Afrim të Vërlani
janë njoft mirë të lojës mbrojtjes. Shpresoj që të bie një gol sa më parë që të kemi lojë më të hapur edhe të bëhet një finale interesante. Do ta fitoj të dielën Ferronikeli titulin e kampionit? Do ta pres Prishtinën? Do ta fitoj Ferronikeli për arsye se Prishtina nuk ka motiv që të shkojë edhe t'ia prish festën Ferroniklit. Kemi pasur edhe me Drenicën, trajneri ka provu disa lojtarë të ri, edhe me thonë drejtën Ferronikli me plot merit shpallët si vetë kampioni i Kosovës. Për fund do të kemi 2 përballet e barazhit, Drita Flamërtari dhe Gjilani Vllaznimi, sepse zyrtarisht nuk janë publikuara çiftet, mirë po në bazë ndeshjeve të fundit këto pritet të jenë çiftet. Në parashikimi juaj? Drita është favorit, megjithëse Flamërtari është klubi i zemrës, jam rrit aty, mirë po Drita është favorit absolut, ndërsa përballja më interesante do të jetë Vllaznimi Gjilani. Edhe këtu e ke Vllaznimin që ke luajtur si futbollist. Po, edhe këtu do me thonë Vllaznimin e kam që kam luajtur si futbollist, edhe është një lajm i mirë për Vllaznimin sepse nuk luan sulmuesi më i mirë i Gjilanit, Shkumbim Saliu, i cili sot pata rast të takoja dhe më tha se do të shkoj në prova dikon në Turqi. Lajm i mirë për Vllaznimin. Lajm i mirë për Vllaznimin sepse bëhet fjalë për një futbollist me të vërtet cilësor dhe do të ishte rrezik permanent për Vllaznimin në ndeshjet barrashit. Ismet, faleminderit shumë që ishi mysafiri ynë. Shpresoj që do të jesh edhe hera tjera. Faleminderit për ju, dëshiroj sukses. Faleminderit.